10 milion euro nga Bashkimi Evropian dhe 1 milion euro nga Gjermania do të alokohen në Shqipëri për të mbështetur financiarisht forcimin e bashkive të vendit. Projekti BE për bashkit u prezantua në Durrës nga Kryeministri Edi Rama, veçoi digitalizimin si një sektor ku pushteti vendor do të duhet të përmirësohet. Kemi një diferencë të papranueshme dhe të pajustifikueshme mes peshës që ka digitalizimi në nivelin qendror dhe në shërbimet publike qendrore dhe peshës që ka në nivelin vendor dhe në shërbimet vendore. Kemi folur gjëra gjatë me ministrin dhe njëkohësisht do të flasim edhe me përfaqësinë e Bashkimit Evropian, do flasim edhe me partnerët gjermanë edhe me të tjerë, megjithëse sorry to say this, partnerët gjermanë në digitalizim janë brapa nesh, për të akoma punojmë me faks në përministrinë në Gjermani, e dini më apo jo? Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, nënvizoi rëndësinë që rrugtimi evropian i Shqipërisë të përqafohet nga çdo bashki e vendit. Nuk është sekret që 70% e direktivave rregulloreve të BE do të vihen në zbatim në bashki, prandaj janë kaq të rëndësishme bashkitë. Roli juaj dhe partneriteti ynë është shumë më i rëndësishëm. Rrugëtimi evropian i Shqipërisë duhet të përqafohet dhe përjetohet në çdo bashki të Shqipërisë. Programi synon që qeveria vendore të mos jetë thjesht vëzhgues në proces, por aktiv në të ardhmen evropiane. Ministri i Pushtetit Vendor Ervin Demo u shprehse me këtë program, bashkitë e vendit do të përfitojnë në investime konkrete qoftë në infrastrukturë, po ashtu edhe në shërbime publike. Me një buxhet total për 11 milion eurosh, projekti do të zbatohet nga ky vit deri në vitin 2029 dhe do të mbështesë drejt për drejt bashkitë, të cilat do të marrin ose do të përfitojnë nga 3 komponentë. Komponenti i parë është përmes skemës granteve, të cilat janë dedikuara për investime konkrete në infrastrukturë lokale dhe shërbime publike. Së dyti, përmes asistencës teknike, bashkitë do të forcojnë kapacitetet e tyre në planifikimin strategjik, përgatitjen e projekteve dhe menaxhimin e tyre sipas standardeve të Bashkimit Evropian.